Dalim tani me një lajm të fundit ku ditën e nesme në orën 17:00 pritet që Këshilli Bashkiak, ku kryesisht antarët e Partisë Socialiste të firmosin dhe të votojnë sa i përket shkarkimit të kryebashkiakut Erion Velia. Bëhet fjalë në fakt për antarët socialistë të Këshillit Bashkiak, që padyshim rreth orës 17 do të mblidhen sa i takon edhe këtij vendimi, i cili më herët në fakt është publikuar dhe është theksuar kështu nga ana e kryeministrit Edi Rama në asamblen më 11 shtator, ku Rama tha se duhet t'i japet rruga në fakt zgjedhjeve të reja në Tiranë, ku padyshim në të njëjtën kohë lançoi gjithashtu edhe Manasiliun si kandidate të socialistëve për garën që do të mbahet kryesisht në kryeqytet, ndërsa në total janë gati 6 bashki që pritet që padyshim të futen në garë, kurse lajmi i minutës fundit, sikur se theksova, ka të bëjë pikërisht me vendimarrjen për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj nga posti i tij si kryetar bashkie, pikërisht nga antarët socialistë, sikur se është kërkuar më herët nga ana e kryeministit Rama. Por kur shkarkohet kryetari i bashkisë? Kryetari i bashkisë shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave vetëm në këto raste, kur kryen shkelje të rënda kushtetuese ose të ligjeve, kur dënohet për kryerjen e vepre penale me vendim të formës së prerë nga gjykata, ose propozohet për shkarkim nga Këshilli Bashkiak përkatës për mos paraqitjen në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprerë. Pikërisht referuar në fakt edhe fjalës së kryeministrit Edi Rama, kryeqyteti nuk mund të vijojë, ka thënë ai, pa një drejtues, pa kokën kryesore, ndërsa ka kërkuar që këshilltarët bashkiak socialist të marrin vendimin për sa i takon edhe shkarkimit të kryebashkiakut Erion Veliaj, që me sa duket gjatë ditës së nesërme rreth orës 17 do të jetë vendimtare, ku padyshim do të kemi mundësi ta transmetojmë në mënyrë direkte në ekranin e Report TV, por edhe në studio live, ndërsa duhet parë se si do të jetë edhe kundërpërgjigja nga ana e zotit Veliaj, nga ana e avokatëve të tij, nëse ky vendim do të kundërshtohet apo jo.